Pivot tables janë sot një nga mënyrat, po themi, më të përdorura në Excel, të cilat kursejnë jashtëzakonisht shumë kohë, përdorimin e komandave të ndryshme, për ato gjërat që të cilat ne mund t'i bëjmë nëpërmjet formulave ose rregullimeve të ndryshme në Excel, ato i bën pivot table i bën automatikisht nëpërmjet formulave të brendshme të saj. Filloj me hapin e parë, si të, po themi, të vendosim një pivot table. Supozojmë se kemi tabelën të cilin ne po shohim këtu në Excel, e klikojmë të gjithë të tabelën, nëse duam ta përfshijmë të gjithë si një pivot table, pastaj shkojmë tek insert dhe japim pivot table. Tu klikojmë. Tani ose do të hapim një worksheet, pra një komplet një faqe të re Exceli, ose mund ta vendosim këtu ku jemi, ose mund shkojmë në existing worksheet dhe shkojmë te locationi, supozojmë do ta vendosim në një sheet të ri. Këtu klikojmë, po themi diku këtu anash dhe japim OK. Dhe kjo këtu tani automatikisht na jep mënyrën, pra na jep të gjitha ato fushat që ka tabela, të cilat ne mund t'i vendosim në pivot table. Atëherë ne këtu vendosim këto kategori që kemi, mund t'i vendosim si, po themi, si një filtr, pra mund të supozojmë për sa i përket shitjeve bruto, mund ta përdorim manaxherin në këtë rast, mund ta përdorim si një filtrues. Pra japim OK dhe këtu na jep vetëm shitjet e Anitës, ose nëse nuk e duam me filtrues, e heqim me filtrim dhe këtu kemi ndarje sipas rreshtave dhe këtu kemi ndarje sipas kollonave, pra nëse nuk dua, supozojmë qytetin, po e dua në këtë formë, mjafton ta kaloj tek në anën tjetër. Pra kjo këtu bën vendosjen e rreshtave dhe të kollonave. Ose nëse duam dhe një prej tyre ta vendosim si filtr. Për shembull, nëse mund kemi vitin, mund ta vendosim vitin këtu si filtr dhe kemi vitin supozojmë 2020, 2019 dhe me radhë. Tu na jep disa sepse kur kemi shënuar aty disa i kemi lënë tek, disa i kemi lënë vite, ose mund t'i kemi lënë edhe me hapësirë, por sigurisht që do jap vetëm 2019 dhe 2020. Atëherë, nëse unë këtu dua, po themi, të bëj edhe nën kategorizime të tjera, për shembull dua ndarje sipas tek kollonat i dua sipas qytetit, ndërkohë që tek rreshtat i dua sipas, po themi, produktit. Edhe këtu shohim që këtu kemi ndarje sipas qytetit dhe kjo kollona këtu na tregon sa boj printeri është shitur në Durrës, sa kapse fletësh janë shitur në Elbasan, ndërsa kjo këtu na jep gjithë totalin që janë shitur në Durrës, ndërsa sipas rreshtit na jep gjithë totalin që është shitur, po themi, boja e printerit në çdo qytet, dhe këtu na jep gjithë totalin e shitjes së bojave të printerit. Tani kjo këtu automatikisht në radhë të parë merr këtu, po ta shikojmë, thot sum of, pra e shitjeve brute, që është shuma e shitjeve brute. Por nëse unë nuk dua, po themi, shumën, po dua mesataren, këtu heq sum, edhe për shembull zgjedh mesataren average, jap OK dhe kjo këtu është mesatarja e shitjeve. Nëse unë dua të numëroj numrin e shitjeve, mund shkoj te count, jap OK dhe shoh që në Durrës është bërë një shitje boj printer, në Elbasan 2, nëpërmjet 4 me radhë. Nëse dua të gjej, po themi, vlerën minimale ose maksimale të shitur, shohim që vlera minimale e shitur, pra shitjeve bruta minimale në Durrës për boj printer është 25.000. Nëse unë dua, po themi, që këtu, përveç se me produktin, në një farë mënyrë edhe të filtroj sipas manaxherit, pra të bëj një nën kategori manaxheri. Atëherë çfarë do thotë kjo? Kjo këtu do thotë se manaxheri Alban në këtë rast ka shitur 25.000 lekë boj printeri në Durrës, pra brenda të njëjtës kategori, pra brenda të njëjtit rrjesh ose brenda të njëjtës kollon, nëse mund ta dua edhe kështu. Pra Albani, këtu e kemi Durrës, pra kemi të filtruar Durrës, gjithë manaxherët që kanë shitur në Durrës, pra mund t'i lej sipas në këtë mënyrë sipas kësaj shitje, pra ose sipas këtij rregullimi që un kam bërë këtu. Atëherë, pra gjithë këto mund të bëj edhe në kategorizime të tjera, po themi edhe sipas vitit këtu sipër, pra bëj 3 kategorizime ose edhe më shumë sipas interesave që un kam, edhe sipas datës këtu, po mund të na japi shumë veprime, pasi është data 1, 2, 3 me radhë, i merr të gjitha, i ndan me quarters, me vite e tjerë. Këtu për t'i hequr mjafton t'i bëjmë remove field dhe i heqim automatikisht, ose nëse dua t'i kaloj nga, po themi, kolona, dua t'i kaloj në rreshta, i kaloj këtu. Për të përcaktuar se cila duhet të jetë kategoria kryesore dhe cila nën kategoria, nëse dua që kategoria kryesore të jetë produkti, e kaloj sipër kategorisë manaxheri dhe kjo manaxheri bëhet automatikisht një nën kategori e saj.